Shoqëria civile i është drejtuar Bashkimit Evropian me një letër përmes së cilës ka kërkuar largimin e masave ndaj Kosovës, duke vlerësuar se tani është koha e përshtatshme dhe domosdoshme që të gjitha këto masa të hiqen. Grupi për studime juridike dhe politike përmes një komunikate për media ka publikuar listën e organizatave që e kanë nënshkruar këtë letër, duke potencuar se këto masa kanë rezultuar të mos jenë as të kthyeshme dhe as të përkohshme. Sipas tyre, kjo situatë vazhdon të pegojë integrimin evropian të Kosovës, pasi siç thuhet ajo mbetet i vetmi vend me orientim drejt Bashkimit Evropian në kontinent që ende nuk ka marrë statusin e vendit kandidat. GLPS ka theksuar se angazhimi konstruktiv dhe i balancuar i Bashkimit Evropian mbetet jetik për ruajtjen e këtij përparimi, si dhe për mbështetjen e stabilitetit për të gjithë komunitetet. BE-ja ka vendosur disa masa ndëshkuese ndaj Kosovës në vitin 2023 për shkak të rritjes së tensioneve në veriun e territorit banuar me shumicë serbe. Megjithatë, pavarësisht thirrjeve të autoriteteve kosovare për largimin e tyre dhe rekomandimeve të ligjvënësve dhe diplomatëve evropian, shtetet anëtare akoma nuk janë pajtuar.